2 javë përpara se të futet për të votuar në seancën plenare paketa e ndryshimeve kushtetuese që do të mundësojë reformën në drejtësi, ndërkombëtarët shtojnë presionin ndaj partive politike. Pas letrës së ambasadorit amerikan Donald Lu, drejtuar deputetëve të Kuvendit, ka qenë përfaqësuesi e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, e cila ka përsëritur se zëri i qytetarëve do të dëgjohet vetëm pas miratimit të kësaj reforme. Ju lutem, sigurohuni që zëri juaj dëgjohet gjithmonë, sidomos pas miratimit të reformës për përfitim të të gjithë popullit. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe diplomatja e Holandës në Tiranë. Kemi rritur bashkëpunimin me vendet e rajonit, shpresoj që qytetarët shqiptar të bëjnë më shumë duke ju referuar reformës në drejtësi dhe që kjo reformë të votohet në parlament. Jeni ju që duhet ta votoni ato, miratoni sa më parë reformën në drejtësi. Thirrjet janë bërë gjatë ceremonisë së marrjes së presidencës së BE-s nga Slovakia, e cila do ta mbajë atë për 6 muaj.